Kryeministri Edi Rama, një ditë para afatit përfundimtar të dorëzimit të listës së kandidatëve për deputet në zgjedhjen parlamentare të 11 majit, ka njoftuar se skuadra që do të përballet në fushën politike do të jetë e përbërë nga figura të reja. Rama tha se skuadra do të përpiqet të harmonizojë eksperiencën me energjinë e të rinjve, duke krijuar një balancë mes përvojës dhe energjisë rinore për të garantuar vazhdimsinë e procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Edhe Real Madridi i Galacticos nuk ishte ndot perfekt. Por një skuadër shumë të mirë, patjetër, do ta kemi. Do kemi një skuadër të ripërtrirë, do kemi një skuadër ku do të harmonizohet eksperienca e domosdoshme dhe energjia pozitive e motrinjve. Do kemi një skuadër që do të garantojë vazhdimsinë e një procesi historik, siç është procesi i antarësinë në Bashkimin Evropian. Një skuadër që do të ketë të gjithë dijen e nevojshme të brendshme, pra brenda institucioneve, për çfarë bëhet fjalë, se të tjerët që flasin nga jashtë nuk e dinë fare se për çfarë bëhet fjalë, por dhe një skuadër do të garantojë një përfaqësim shumë më të lidhur me ekzigjencat e kohës dhe të shoqërisë sot. Do të kemi një skuadër që do të jetë skuadra më e vjetër në eksperiencë dhe skuadra më e re në energji. Në vijim, Rama u shpreh se fitoria e Partisë Demokratike në zgjedhjet e 11 majit do të ishte e rrezikshme për të ardhmen e vendit, qytetarët shqiptar dhe integrimin në Bashkimin Evropian. Kur u pyet për programin elektoral të Partisë Socialiste, Rama theksoi se Partia Socialiste do të ketë një program të qartë dhe do të paraqisë disa pika kyçe, por theksoi se fokusi kryesor i partisë është antarësimi në Bashkimin Evropian. Larg qoftë për vendin, larg qoftë për fëmijët tanë, larg qoftë për marrëdhëniet me Bashkimin Evropian, mos harroni që Bashkimi Evropian nuk i shef dot fare me sy ca tipa. Fare. Dhe deri kur ne të hym atje, ka shumë rëndësi kush qeveris këtu. Kur të hym atje pastaj, është më pak e rëndësishme për gjërat bazike, për liritë individuale, për standardet, për barazinë para ligjit e tjerë, se ato nuk i lëviz dot më njeri, nuk i prek dot më njeri. Po deri atë ditë, ky thot, ti thua, domethënë i dashuri Igli, fitore. Fitore për çfarë? Për të shkrirë spakun. Fitore për të kthyer përmbys ato që mezi ka nisur si një luftë emancipuese, transformuese, modernizuese kundër korrupsionit. Për këtë fitore. Po çfarë do fitosh ti një? Se kjo nuk është futboll. Që po shkon dhe po thua fitore Ignatias kundër Partizanit ose Anasjeldas. Çfarë do fitosh ti? Ai po ashtu bëri të qartë se Partia Socialiste nuk do të bëjë avokatin për askënd, duke e vendosur veten në Partinë e Krahut të Drejtësisë. Rama dha gjithashtu një lajm të rëndësishëm për takimin e ardhshëm ndërkombëtar, duke njoftuar se me 15 maj në kuadër takimit të Komunitetit Politik Evropian, liderët evropian do të mbërrinë në Shqipëri për një darkë pune të rëndësishme. I shpalosur në të katër anët dhe dihet megjithatë rri pa merak se disa gjëra të qarta lidhur me të disa pika kyçe do t'i themi, por programi i programeve është antarësimi në Bashkimin Evropian. Ky është programi i programeve.